Padyshim që veshja është një ndër faktorët kryesorë jo vetëm në këtë festival, por në secilin paraqitje televizive. Nuk do të kishte kuptim të mos i komentonim se cilat nga këngëtarët tona shkëlqyen më shumë e cilat më pak në skenën e edicionit të 15 të Këngës Magjike. Tani vjen për ju materiali radhës në vazhdim. Kënga Magjike nuk do të kishte lezetin e vetë, po qofse yjet nuk do visheshin, rregulloheshin e picpilloheshin. Kështu ata japin maksimumin për dukjen e tyre. Provuan, hargjuan e në fund disa dhe përkundër përpjekjeve dështuan. Sipas përmbledhjeve që u bën nga portalet elektronike, gazetat ditore e komentet në televizion e rrjetet sociale vendosin të sillen 10 nga veshjet më të mira e më të këqija për 2013. Në fillim ju sillim ato që ja hoqën. Rozana Radi apo Rozi erdhi me të vërtet në ngjyrën roz, por për masat e trupit të saj të fryrë nga trashësia nuk i shkonin prerjes së fustanit. Faleminderit shumë. Po ha mirë vallaj. Nuk e di pse. Jessica Polo na ngjante me këngëtaren Pink në vitet e 90-ta. Plokët e saja në formë sopate e ngjyrë të bardhë ishin kulm sa i përket dukjes në Këngën Magjike. Fustani dhe ato flok, jo. Përkundër stilit të veçantë, Jehona Sopi kësaj radhe nuk ja qelloi. Edhe pse u mundua të jetë më komode në skenë, nuk e kishte vënë re me sa duket se dekori në kokë i rritej tepërt, duke ngjarë me një fazan kur hap bishtin. I lëm anash këto dhe kthehemi tek veshjet më të bukura të mbrëmjes magjike. Ngjyra e bardhë siç duket ishte zgjedhja e veshjeve të përshtatshme për këtë event. Adelina tha që doli nga kthetrat e të zakonshmes duke na u paraqitur me lëkurë të bardhë e mëngë me fije, që për një show në skenë ishte e duhura. Grimi i lehtë nxorri në pa pothuajse çdo detaj të veshjes. Besa Kokdhima, përveç fituesës, ja kishte qelluar edhe me veshje. Tatu në stilin aziatik ishin zgjedhja duhur për të, nga se mbulonin trupin në përgjithësi. E parukja e bardhë? Unë personalisht mendoj që karakterit të këngës time i përshtatet ky look. Ndaj edhe ky look vjen nga unë. Pastaj detajet nuk dëshiroj ti zbuloj vetë. Tek sa imi tek parukja, mos të harrojmë që Besa me të njëjtën na u paraqit edhe në promovimin e librit të Arbana Asmanit në muajin nëntor. Më e bukura në veshje na erdhi Nora Istrefi e përfolur më shumë se krejt festivali për fustanin provokativ, të nxehtë e njëkohësisht elegant. Bëri bujë gjithandej, por se për çfarë duhet e zgjatnim dorën, duhet më bukur e më e kompletuar se ajo asnjëra nuk u pa. Por ajo që preokuponte të gjithë ishin bathit të saja. Me të sekretash, s'është interesant me tregu. Po kam. Po mujtë me marrë guxim as të madh. Mos me pas. Nora fituese në këngë jo, por në veshje po. Herën tjetër, më të kujdesshëm nga se komentet, kritikat dhe fjalët janë gjithmonë me ju kur shfaqeni në një event ku të gjithë kanë syt në glaburin e mbrëmjes. E këtë herë këngëtarët me sa duket këtë nuk e morën parasysh, dolen me çfarë u erdhi në duar.